Trajneri Murat Yakin thot se nuk e ka pritur rikthimin e Granit Xhakës në Premier League, ndërsa shtoi se Zvicra është mbushur me plot yje, prandaj duhet fokusuar e ardhmja dhe jo te Xherdan Shaqiri. Zvicra është në Kosovë, ku po zhvillon stërvitin e fundit në Fadil Vokri para përballjes që luhet të martën në Prishtinë. Yakin në konferencë lavdëroi shumë Xhakën për cilëtetin që po dëshmon vazhdimisht. Nuk e prisja që Granit Xhaka të rikthehej në Premier League, është e pabesueshme çfarë ka arritur te klubi sapo promovuar Sunderland. Graniti është një lider, është luftarak, këto cilëtete janë shumë të rëndësishme para ndeshjes së nesërme. Ndërsa për Shaqirin tha se helvetikët janë fokusuar te ardhmja. Sa i përket Xherdan Shaqirit, statistikat e Bazeli janë të jashtëzakonshme, por kemi lojtar të mirë në pozitën e tij, Ndoye, Vargas, Manzambi dhe të mos harrojmë Sanchez. Kemi një miks të mirë lojtarësh, nuk jam unë ai që e mbylli derën. Yakin në fund foli pak edhe për lidhjen me Granit Xhakën, për të cilin theksoi se nuk ka qenë aq e madhe, thjesht mediat i kanë dhënë kuptim tjetër. Nuk ka ndryshuar shumë që prej ndeshjes me Kosovën para 2 viteve ishte nxjerrë nga konteksti. Jemi marrë dhe kemi udhëtuar së bashku në këtë rrugë. Është një lider, sigurisht kemi qenë të shgënjur që pësuam gol në fund, por nuk ishte aq dramatike sa e keni bërë ju. Kujtojmë se përballja mes Kosovës dhe Zvicrës do të zhvillohet të martën prej orës 20:45.